Rreth orës 11 të natës së të njëjtës është bërë e mundur të zhbllokohet rruga ndër Breg Lumi në zonën e Dugaxhinit. Aksi rrugor u bllokua për shkak të rresheve intensive të ditëve të fundit, të cilat shkaktuan rrëshqitje gurësh dhe inertesh. Menjëherë punonjës të Bashkisë Shkodër, efektiv të forcave të armatosura dhe emergjenca civile, nisën punën për zhbllokimin e saj, pavarësisht kushteve të vështira të motit, punuan 3 ditë me radhë. Këtu në vendin e qytetën Palnatasit. Tu ka pas një rrëshqitje masiv gurë dhe inertesh. Gjatë që ka pa mujtun lëvizjen e banorëve të zonës me automjete. Nuk është e vetë një pikë, janë dhe pika tjera nga njësia administrative Pul deri në zonën e ndërlysës. Konkretisht kjo është pika 6 të bllokimit, është bërë një ndërhyrje nga Bashkia Shkodër dhe emergjenca civile kombëtare. Në dispozicion kësaj ndërhyrjes janë vend 2 eskavatorat Bashkisë Shkodër dhe një fadron nga emergjenca civile kombëtare. Bëjnë një thirrje banorëve të zonës që të evitojnë çdo lëvizje të panevojshme. Kjo rrugë në këto kushte atmosferike përmban një rrezik vazhdueshëm rrëshqitjesh gurë dhe inerte. Po ashtu administratori Kopsaj kërkoi mirëkuptimin e banorëve për këtë rast, por edhe në dhimbsi, për të mos sfiduar motin e përkecuar dhe për të shmangur çdo rrezik deri në normalizimin e plotë të qarkullimit.